institucioneve të vendit, a shihni ju një ndikim të Serbisë në këtë çfarë po ndodh në Kosovë? Në këtë moment, pra gjithmonë. Pas mbledhjes të Këshillit të Sigurimit, mos gaboj, ishte kjo deklaratë e Albin Kurti që është Serbia që po ndërhyn. Ishte nëse mund ta quaj kështu pak e çuditshme dhe vetëm mbledhja e Këshillit të Sigurimit në këtë moment, sepse më shumë ajo mbledhje u përdor për të prodhuar një deklaratë politike, jo një deklaratë të mbi çështjet e sigurisë kombëtare. Pra, zoti Kurti përmes asaj mbledhje tentoi të krijojë një narrativ publike që e kanë të pamundur themeloj qeverinë ose të arsyetoj mos themelimin e qeverisë sepse po ndikon Serbia këtu në Kosovë. Pra tendencat e tilla ka patur gjithnjë, por edhe lëvizjeve të vendosin të kaluarën edhe partitë tjera kanë arritur të themelojnë institucionet e vendit, pra ky argument nuk qëndron, më shumë është mund ta quaj një arsyetim politik për dështimin ose për dështimin eventual në mos themelimin e institucioneve qeveritare, sesa që ka një argument tjetër. Në rrafshin e sigurisë ajo qëndron, por në rrafshin politik më shumë është përdorur si arsyetim për të mbuluar ndonjë dështim eventual ose një shkuar ose një palë zgjedhje të jashtëzakonshme para se themelohen institucionet e reja. E kuptoj, por ky skenar i zgjedhjeve është real? Apo nuk e shihni të mundur? Flas gjithmonë për këtë moment, jo pas një viti. Po, gjithsesi, mund të jetë real nëse lëvizjave të vendosje nuk arrin që themeloj qeverinë. Jo, flas për LDK-n. Apo përgatitet LDK-ja edhe për këtë skenar? E kuptova, por vetëm po dua ta shpjegoj edhe për shikuesit. Pra nëse lëvizjave të vendosje nuk arrin që themeloj qeverinë, presidenti ka pastaj të drejtën kushtetuese që t'i kaloj mandatarin kujdo tjetër, pra nuk ka renditje i dyti, i treti, i katërti me radhë, po kushdo, duke përfshirë dhe vetë lëvizjeve të vendosje, kushdo që arrin të bind presidentin që mund themeloj qeverinë, presidenti do jap mandatin. Nëse edhe ky mandatari i dytë, kushdo të qoftë ai, për çfarëdo arsye nuk arrin, atëherë do të detyrohemi ose presidenti do të detyrohet të shpallë zgjedhjet e reja brenda 40 ditëve që i bie pra në pranverën e vonshme, verën e hershme do të jemi në një cikël të ri zgjedhor. Pra partitë politike duke përfshirë këto dhe LDK-n kanë përshkrim punën, nëse mund ta quaj, që gjithnjë të jenë të gatshme për zgjedhje kurdo që vinë ato. Zoti Mustafa, padyshim LDK-ja ishte një nga partitë që doli më mirë, nëse gjithmonë referohemi rezultatit të 4 viteve më parë. Por çfarë duhet bëjë LDK-ja tashmë, ndoshta në ndritjen e zgjedhjeve, jo këtë vit, por ndoshta vitin tjetër me zgjedhjen e presidentit, çfarë nuk shkoi siç duhet për të arritur maksimumin në LDK-ja? Po LDK-ja thatë edhe ju, pra nëse llogarisim që në zgjedhjet e fundit, pra në 2021 kemi patur diku 100.000 vota të LDK-s, tani kemi 171.000, pra kemi rreth 70% rritje të bazës votuese të LDK-s. Kjo nuk do të thotë që është rezultati që ne kemi pretenduar, pra kemi pretenduar shumë më lart se kjo, por fundja është një rezultat i pëlqyeshëm nëse ke rritje 70%. LDK do të vazhdojë të bëjë reformat e brendshme që ka filluar dhe ka zbatuar në këto 4 vite, kryesisht pra në hapjen e strukturave të saj për antarësi të re, për figura të reja, qoftë brenda partisë për t'ju dhënë mundësinë për të avancuar, por qoftë duke sjellur nga jashtë partisë, pra nga shoqëria civile, mediat e të tjerat. Dhe do të vazhdojmë të bëjmë këtë punë që kemi bërë, pra kjo punë në këto 4 vite na ka arritur për 70%. Do shpresojmë që edhe deri në ciklin e ardhshëm zgjedhor, kur do të qoftë ai, po e njëjta punë, po e njëjta reformë, do të na prodhojë dhe rritje. Nuk mund ta them me përqindje të saktë, por do na prodhojë një rritje deri në zgjedhjet e ardhshme, pra do të vazhdojmë këtë punë. Ajo që mbetet e rëndësishme për gjitha partitë, natyrisht për LDK-n në këtë rast, si partia e parë në zgjedhjet lokale në vitin 2021, tani në vjesht të këtij viti kemi zgjedhjet e reja, pra komunale e kam fjalën, dhe LDK do të punojë që të mbajë këtë rezultat, pra të vazhdojmë të jemi partia e parë në nivelin komunal, në nivel të vendit. Por, padyshim, me që përmendë komunat, zgjedhjet janë aty, ato komunale, çfarë synon LDK-ja? Synon Prishtinën? Prishtinën vetë se udhëheqim që 4 vite. E di, por e synon sërish Prishtinën, patjetër. Gjithsesi është një nga 9 komunat që fituam në zgjedhjet e fundit komunale, prandaj edhe siç thash kjo na bën partia e parë në nivelin komunal dhe pretendoj pastaj që të rikthejmë dhe disa komuna që nuk arritëm të fitonim në zgjedhjet. E di pse pyeta për Prishtinën, zoti Mustafa, sepse po flitet shumë që do të jetë Glauko Njufsa, një nga kandidatët e vetëvendosjes.
do të mbetet shihet se kë do të kandidojë Lëvizja Vendosje dhe Partia Demokratike, pra në Prishtinë jemi 3 parti që garojnë për vendin e parë, pra LDK, LVV dhe PDK. Mbetet shihet kë do të kandidojnë dy parti tjera. Jam i bindur që me punën që kemi bërë në Prishtinë ato 4 vite do të kemi një rezultat të mirë, pra një fitore edhe në Prishtinë, dhe do të pretendojmë dhe do të punojmë që të rikthejmë disa komuna tjera, më specifikisht komunën e Podujevës, Gjeljanit, Ferizajit, Suharekës, do të shohim se si do të bëjmë edhe me Prizrenin. Në fund duhet ndalesh pak tek ajo që përmendohet në veri. Zotë Mustafa, kishim një sulm në Zveçan pak ditë më parë, një operacion të policisë, po ashtu me 16 persona të arrestuar. Si është situata në veri? Nëse mund të bëjmë një krahasim me 4 vite më parë, sepse në paktën në opinionin publik, nëse Kurti ka një merit edhe mes shqiptarëve Shqipërisë, është ajo çfarë po bën në veri, sjellja me veriun, që ka shkuar policia atje, paktën kjo merit i njihet Albin Kurtit. Por nga ana tjetër ju keni kritikat tuaja, padyshim, dhe ato duhet dëgjoj. Si është situata në veri krahasuar me 4 vite më parë?